Në takimin më të rëndësishëm të kësaj jave në Superligën shqiptare, Skënderbeu ka mposhtur 3-2 Dinamon në një ndeshje ku vendasit korçar kanë përruar stadiumin me drita, ndërsa të pranishëm ka qenë mbi 8000 tifozë. Tifozët kanë qenë edhe protagonistët kryesorë të këtij takimi, ndërkohë që Dinamo në fushë nuk bëri pothuajse asgjë për të fituar ndeshjen, duke mos dashur të prish fesën Skënderbeut. Pas një pjese të parë pa gola, blut ishin të parë që shënuan me anë të Gjergj Muzakos, por Skënderbeu barazoi shumë shpejt me Jolić, ndërsa Biskup shënoi edhe golin e dytë. Në fund korçarët realizuan golin e tretë me Mladin Brkić, përpara se Elis Bakaj të shkurtonte diferencat. Në fakt, më shumë se sa loja në fushë, ajo që bëri më të bukur këtë ndeshje ishte atmosfera e zjarrt e krijuar nga tifozëria vendase. Në takimin tjetër të ditës së shtunë, Byllisi ka marrë një fitore të ardhur në shifra 3-2 përballë Shkumbinit. Ndeshja në Ballç ka qenë tetë e tensionuar, duke nisur me vonesë për shkak të problemeve me të drejtën televizive. FSHF-ja vazhdon të trajtojë klubet si një të nënës dhe një të njërkës, duke qenë se pagesat e të drejtës televizive i ia dhënë plotësisht ose pjesërisht disa klubeve dhe një pjesë tjetër nuk i ia dhënë fare. Mes klubeve që nuk kanë marrë asnjë kacjedhje nga e drejta televizive janë edhe Byllisi Flamurtari, prandaj dhe presidenti Kaplane nuk lejonte të fillonte ndeshja me Shkumbinin pa u larguar kamerat. Vetëm pas bisedimeve të shumta dhe për nder të publikut që ishin në stadium, ndeshja ka nisur. Megjithatë, ky është një tjetër rast i paprecedent ku Federata Shqiptare e Futbollit dhe kompanitë kontraktuese për të drejtën televizive të Superligës kanë abuzuar me klubet, duke mos qenë korrekt në kohën e duhur. Po ashtu mësohet se incidente ka pasur edhe në pushim të ndeshjes, ku është tentuar të goditet arbitri anësor Gerat Qirici nga ana e vendasve, por ndërhyrja e policisë e ka shmangur një gjë të tillë. Sa i takon ndeshjes, pjesa e parë përfundoi 1-1, ndërsa gjithë sfida u mbyll 3-2 pas kontestimeve të forta të Shkumbinit, po një gol të dyshim të anulluar në dëm të kulit. Pa u marrë me anën teknike, duhet thënë se ky kampionat vazhdon të paraqesë shumë probleme në ecurinë e tij.